ti del nonës për para si kur ka petër. السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فلندرojmë paqja dhe bekimet qofshin me Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, të pranishëm në këtë gazment, në këtë atmosferë të gëzimit, fillimisht unë si Hoxh Nusret Ramadani dëshiroj që në emrin tim t'ja bëj për hajër Isenit këtë sunetin e djalit të tij Furkanit dhe gjithë familjes Hasani, duke ju dëshiruar që Allah subhanahu wa taala t'ju jep shëndet, t'ju jep bereket dhe t'ju jep të mira në këtë botë dhe në botën tjetër. Nuk ka dyshim se prej obligimeve dhe objektivave të Islamit që na ka mësuar Kurani, feja islame, është që prindi i ka disa obligime ndaj fëmijës të vet. Njëna ndër obligimet që duhet t'i kryejë prindi ndaj evladit të vet është që ta vënë sunet. Edhe suneti
është një ndër sunetet e pejgamberëve të parë. Edhe sot mjekësia moderne konstaton edhe vlerëson se sunetimi është pjesë e pastërtisë dhe shëndetit. Edhe për atë arsye nëse merrni edhe shikoni statistikat në përvendet ku nuk jetojnë musliman, por shumica e tyre janë feve dhe ideologjive tjera, do të shikoni se edhe ata i bëjnë fëmijët e tyre sunet. I bëjnë sunet për arsye se kështu e kërkon feja islame, pa ato thonë se shëndeti është më i mirë. Dhe se me nëpërmes sunetisë largojnë shumë smundje që mund ta godasin atë fëmijë. Jo rastësisht çdo sen që Islami e ka bë obligim për neve, e ka bë sunet për neve, ajo është në dobinë e njeriut. E çdo sen që Islami e ka bë të ndaluar për besimtarin, ajo është në dëm të besimtarit. Për atë arsye ne duhet të themi në sabah dhe në mbrëmje, edhe në çdo situatë, o Zot, falënderimit të takon ty, i cili na bën neve pjesëtar të fesë islame. Na bën musliman. Këtë pjesë të lutjes çdo herë duhet ta bëjmë, ti falenderojmë Allahut që Allah na ka bërë pjesëtar të dinit islam, që i praktikojmë traditat tona, edhe ne si shqiptarë që jetojmë në Ballkan, i kemi traditat tona të mira që ata janë bashkërenditen me fenë islame, edhe Islami kërkon. Pastaj një mesazh të shkurt nuk dëshiroj të mbaj ligjërat të nderuar vëllezër, për shkak se është edhe atmosfera e tillë, mirë po duhet ta dimë ne si muslimanë. Problematika më e madhe sot që i kanoset ummetit islam është edukimi i fëmijëve. Ekzistojnë shumë faktorë për edukimin e fëmijëve. Është shoqëria, është shtëpia, është shkolla, është media, është interneti, mirë po ashtu siç e potencojnë disa mësues të vjetër të islamit, thonë se shkolla e parë e një fëmijës është shtëpia e vet. Mësuesi i parë i një fëmijës është baba dhe nana. Ose do ta mësojë ka hajri, ose do ta mësojë ka sherri. Për atë arsye, obligimi edhe përgjegjësia vjen te ai prit. Na kur shkojmë në shkollë, ja çon fëmijë, mësuesit të shkolla mëson. Nëse ti nuk i ke përgatit pak fëmijën tonë, thonë me mësu pak, shumë vështirë ka mësuesi. Nëse nuk përsërit të shtëpia, do me thonë pjesën më të madhe, duhet që prindi ta kalon ato detyrat edhe mësimet që i ka. Po ka dhe mësimet e jetës që duhet që mëson prindi fëmijës vet. Për me ardhur në dunjë këtë botë, ajo është shumë lehtë që e kam përmend tjetër. Mirë po, përgjegjësia më e madhe ngel për një babë dhe një nanë që t'i jep tërbije, edukat edhe sjellje të mirë fëmijëve të vet. Për atë arsye, njëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ju tha i pa të gra. Sa të gra të bëshin më shumë zhurë? Tha ju gra. Tha të dini se Allahu ku ja ka dhënë 3 evlat vajza, edhe i edukon, tha, si duhet edhe i përcjell derën e huj, le ta dinë se fiton xhenetin. Ato të pranishmit e tha njerëz vallaj që i ka 2 vajza e Allah ja ka thonë, tha edhe 2. Ai që ja ka thonë një vajzë, tha edhe që ja ka thonë një vajzë me eduku. Këtu vjen parasysh të na të ndërruar vëllezër edukimi sa është i rëndësishëm në islam. Mos ta lëmë ta edukon sokak, ta edukon interneti, ose ta edukon shoqëria e keqe. Ne kemi për obligim që t'i orientojmë derisa t'i bëjmë 18 vite, t'i orientojmë drejt rrugës së mbar, pastaj ata vetë zgjedhin se çka do të bëhen, si do ecën përpara. Ne lutim Zotin fuqiplot që Allah subhanahu wa taala fëmijëve tonë t'ju jep bereqet, udhëzim, hidayet, t'ju jep shëndet edhe gjitha të mira. Edhe në këtë rast, edhe Furkanin e vogël Allah subhanahu wa taala ja mundsoft të gjitha të mirat e kësaj bote, edhe prind, inshallah e prind që edhe ta martojnë, edhe t'i presin nipat dhe mbesat e tyre, edhe me gjitha të mirat. Tash, do të lexoj një ashert të Kur'anit, edhe do ta bëjmë duan e sunetis, inshallah. Ju kisha lutur që kur lexohet Kur'an, pak me ndëgju, ta respektojmë Kur'anin, në thonë kur lexohet Kur'an, nuk bën me bo bisedë, për shkak se Allahu në Kur'an thot: "Fa idha
قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Kur të lexohet Kur'ani, dëgjoni me vëmendje, nëse doni të mëshiroheni prej Allahut dhe Xhelal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الختام على فترة الإسلام. اللهم علم أبناءنا وبناتنا ما جهلوا وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك لهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن
اللهم اجعلهم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر ذنوبهم وطهر قلوبهم وحسن فروجهم وحسن أخلاقهم واملأ قلوبهم نورا وحكمة. اللهم املأ قلوبهم نورا وحكمة وأهلهم لقبول كل نعمة. اللهم اجعلهم من الذاكرين والمذكورين وعلق قلوبهم بطاعتك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك وتبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلامة على المؤمنين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Plasin, flakan leti dal, sëneti me djalit, gjithi ke naftu, na te dito me tu pana, kena me valzu, na te dito me tu.
Mirë se në keni ardhur, ju përshëndes në emër të dasmurit Huseni. Gjithë të juroj mirë se ardhe disponibilitet sa më të mirë pra princit vogël, juroj sinetin I dëshirojnë shërim sa më të shpejt. Oh,
Edhe në vazhdim, vëllau Mitati me djemt, i përshëndet gjithë mysafirëve juve, disponim sa më të mirë, ashtu i stinit jo rëndosme në senetisë të djallit, gjithashtu princit vogël i dëshirojnë shërim sa më shpejt. Edhe në vazhdim, motra Ferioni nga Gjermania, përshëndet gjithë pranishmit, ashtu vëllati Senit jo rëndosme në senetisë të djalit, gjithashtu princit vogël i dëshiron shërim sa më shpejt.
vazhdim Adnani nga Daci Joran shokun Istenit dasmën e sinetis të princit vogël pashtu princit vogël I dëshiron shërim sa më shpejt. Edhe në vazhdim, Bajrami me familje përshëndet, gjithë mesafir, Joran disponim sa më të mirë, pashtu Zenit, Joran dasmën e sinetisë të djallit, gjithashtu princit vogël I dëshiron shërim sa më shpejt.
Edhe në vazhdim mësimin e tjem, përshëndetje të pranishmit, jëron, disponim sa më mirë, pashtu i senit, jëron, dosmën e sinetit të djallit, gjithashtu princit vogël, i dëshirojmë shërim sa më shpejt.
Edhe në vazhdim, Muhameri me Gafurin, Jeroni se një gëzim familjar, pashtu princit vogël i dëshirojmë shërim sa më shpejt. Edhe në vazhdim, mitoti me bashkëshortën Selime dhe djemt Metini Mumini dhe vajzën Habiben, përshëndesin gjithë pranishme i tjërën, disponim sa më të mirë, gjithashtu i senit tjërën, gëzimit familjar, dasme në sinetit të djallit, pashtu princit vogël i dëshirën shërim sa më shpejt.
Faleminderit. Edhe në vazhdim, Andoshat, Muhamerat, Jeroni Seni dasmën e Senetisë, djali, pasha princit vogël i dëshiron shërim sa më shpejt. Faleminderit shumë.